Edi Rama e ka shumë të qartë se çdo akt i asaj dosje ka dy autor, ka Edi Ramën dhe Lubi Ballukun. Ndaj dhaj nuk e lëshon Lubi Ballukun. Edi Rama e ka shumë të qartë se prapa lindës së Akshit qëndron linda e Surrelit. Po, e sigurt, me regjistrim ambiental dhe me dëshmira të dëshmitarëve autentik, e ka shumë të qartë se të dy pengjet e nërmarrjes së tij kopsht privat, si Geron Meçe i datës 12 gusht dhe Daniel Shima i datës 18 gusht janë porosi të Edi Ramës për llogari të Bazhanakut apo Kunatit Florit të Linda Ramës. Edi Rama, pra, është i vendosur të shkel çdo ligj, të dhunoj, të shkelmoj kushtetutën, të marrë të gjithë pushtetin gjyqësor në duart e veta, ta bllokoj, paralizoj atë, në mënyrë që ligji të mos veprojë mbi Edi Ramën, mbi Armando Frangun, por e vërteta është edhe Linda Ramën. Se edhe ajo i ka përzierë urët shumë me sipas aty në regjistrimeve që ekzistojnë në SKAP, në SPAK. Ishte regjistrime. Kështu që është pra në betejën e tij për të mbrojtur kufomën e tij politike, sepse ai faktikisht nuk është më kryeministër, por është kapaband, është kryetar i një organizate kriminale e faktuar tashmë para të gjithë shqiptarëve. Mos harroni një gjë, kur për herë të parë Arben Ahmetaj denoncoi me emër dhe mbiemër Ergys Agasin si koordinatorin e Edi Ramës për bandat dhe mafjen, shumë pak njerëz kishin dëgjuar emrin e këtij mafiozi. Çfarë treguan? Çfarë tregoi hetimi? Hetimi tregoi se Ergys Agasi, koordinatori i Edi Ramës, ishte mafiozi më i sofistikuar, më i rrezikshëm i Europës. Ishte kryemafiozi që kishte vjedhur të dhënat e çdo qytetari shqiptar për qëllimet mafioze të familjes Rama. Është kryemafiozi që ka vjedhur të dhënat personale të shqiptarëve, që ka vënë në përgjim telefona, kompjuter të gjithë ambasadave në Shqipëri dhe përfaqësuesve të huaj, që ka eksportuar tek armiqtë të NATO-s të dhëna të NATO-s që janë besuar Shqipërisë, që ka eksportuar të dhënat më sekrete tek kartelet e drogës dhe organizatat kriminale. Ja pra kush na doli Ergys Agasi. Dhe
i cili Rama është i pashpres, sepse ai pas ka patur manin të regjistroj me zë dhe figur çdo gjë. Nuk kisha ndëgjuar kur ndonjëherë kështu. Regjistrim me zë dhe figur çdo gjë. Ministra, gjykatës, gazetar, prokuror, të regjistroj edhe gjërat që tregojnë se përfaqëson vetë Edi Rama në rrafshin Sieri dhe të tjerë. Ndaj dhe nuk mund të pritet që ai të bëjë gjë tjetër përveç se të mbrohet me çdo kusht dhe të bllokojë ligjin dhe drejtësinë, por do flasin qytetarët me te. Qytetarët do të japin përgjigjen e merituar. Është shteti i mafjes dhe ka vetëm interesat e mafjes. Natyrisht, kur përdor tendrat për të vjedhur 90-98% të investimit, siç ndodh me Lubi Ballukun dhe Edi Ramën në tendrat e infrastrukturës, kur ndërton rrugë të Florita që shemen 3 muaj pas inaugurimit, nga 73 milion euro në 360 milion, si rruga Quks Qaf Ploç, që edhe sot është shem, dhe do shemet vazhdimisht, sepse skarpatat janë lanë natyrore, pa asnjë lloj përforcimi. Unë do të them qytetarëve se përforcimi i skarpatës është kushti i të gjitha kushteve në ndërtim në rrugëve. Skarpata më e rrezikshme në Shqipëri është skarpata Kardhiq-Tepelen. Por kompania që ka ndërtuar dhe supervizori kanë punuar nofta dhe 2 vite vetëm me skarpatën, e cila është gjeologjikisht më dëmtueshmja. Por nuk ka lëviz një gur. Sepse, edhe njerë, skarpatat janë pjesë kryesore e rrugës, kurse këta kanë shtruar asfaltin dhe i kanë lanë si kanë hapur. Dhe tani derdhen mbi rrugë. Pra, gjendja është jashtëzakonisht e rëndë. Java përsëri nuk premton qetësim të motit. Shpallja e gjendjes fatkeqësisë natyrore në të gjitha rrethet e përmbytura, nga Shkodra, gjerë në Gjirokastër, se edhe në Gjirokastër ka përmbytje. Edhe në Pogradec ka përmbytje. Është domosdoshmëri. Natyrisht nuk e bën këtë, sepse ai buxhetin e konsideron si pronë të tij dhe familjes tij. Unë jam këtu sot për të denoncuar gjithashtu krimin në vazhdim që po ndodh në ndërtesë të kryeministrisë dhe agjencitë që varen nga Lubi Balluku, me djegjen, me prishjen, me manipulimin, asgjësimin e provave të krimeve monstruoze të Lubis dhe Edi Ramës. Ky është një akt i pashembull. Edi Rama te i kalon Maduron.
e morë të vesh ndodhin emision, një socialist i Delta Forces, i thirrur aty, nuk thoshte u arrestua Maduro, po u arrestuara Maduro. Po eksakt, sepse ajo e dinte që ajo meriton një lloj si Maduro. Ose t'u jap një shembull tjetër që do habiti. Futur në internet ju. Habia internetit. Ajo Gjakonvede e tutave të Maduros, Nike, ajo është bërë virale, numër 1 vendi më viral në Shqipëri. Shqipëria pastaj në Shtetet Bashkuara, imagjinoni ju, se të gjithë duhet të shohin Edi Ramën të veshur me te. Po, e tha bukur një gazetar, Maduron e arrestoi presidenti Trump, Maduron e arrestoi interneti. Ju shkon të ju menja që Gjakonvede e Maduros të bëhet në shqiptar tjetë gjë objekti më viral, edhe se në Shtetet Bashkuara, njëshki Shqipëria. Por, këto janë përplitjet e ti. Sidoqoftë, ne kërkojmë me urgjencë shpalljen e gjenjes fatkeqësisë natyrore në zonat e përmbytura. Deputet tanë, drejtues të degëve, janë në detyrë, duke shpreh solidaritetin e tyre me banorët dhe bizneset thellësisht të dëmtuara, dhe bërë një përllogaritje paraprake për kompensimin e tyre. Ka patur dëm, ka fabrika që ka 10 milion euro investime, të cilat janë të gjitha nën ujë. Damet janë kolosale. E tërë ajo zonë është zonë industriale, në të vërtetë. Këto kisha. Zoti Berisha, po shkon Partia Demokratike drejt mbajtjes së protestës kombëtare në datë 24 janar, sipas një informacioni të publikuar sot në media, dhe nëse po, po përgatitet PD për një skenar për protesta të qëndrueshme? Asnjë datë nuk është përcaktuar. Ka një datë që ditën e premte do të mlidhet një tryezë shumë e gjerë e opozicës dhe shoqërisë civile, faktorëve të rëndësishëm shoqëror, ku do përcaktohet edhe data, edhe qëndrimet në vazhdim ndaj Maduros dhe regjimit të tij. Pra, ne shkojmë në tryezë të hapur për të dëgjuar, për debatuar, për diskutuar me të pranishmit dhe vendosur së bashku mbi qëndrimet, protestat që do nërmarim në vazhdim. Datën, sigurisht që do e caktoj, do tjetë ajo tryezë që do përcaktoj kur do të mlidhet protesta. Zoti Berisha, ndërkohë Partia Demokratike nesër ka thirrur sërish mbledhjen e Këshillit të Mandateve për Belinda Balluku, një mbledhje që është refuzuar 4 herë më parë nga socialistët e Mëngjas, kështu do të ndodhë edhe nesër. Çfarë masash të tjera, qoftë ligjore, do të marrë Partia Demokratike karshi refuzimit dhe bllokimit që maxhoranca po i bën në mbledhjes së Këshillit të Mandateve? Është paralajmëruar kallëzim penal për Niko Peleshin. Jeni dakord me këtë? Faleminderit. Thirrja që antarët e Këshillit të Mandateve, deputet të Partisë Demokratike, po i bëjnë mbledhjes së këtij forumi parlamentar, kërkon që të zhbllokojë me çdo kusht parlamentin e bllokuar nga Edi Rama dhe të marrë fund një grush shteti
që ai po zhvillon për të mbrojtur vjedhjet e tij dhe të